Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Sot ne do të fokusohemi në një nga ngjarjet më të mëdha në sportin botror, siç janë lojrat olimpike dimërore, të cilat zhvillohen nga 6 deri më 22 shkurt në veriun e Italisë, në Milano, në stacionin e famshëm të skive Cortina d'Ampezzo. Do të jenë pamje të jashtëzakonshme dhe besoj se ju që i ndiqni ato, shikoni nga Alpet e Italisë deri tek Dolomitet në garat në disiplina të ndryshme sportive. Ka momente mjaft të rëndësishme kjo olimpiad, sigurisht për herë të parë edhe Shqipëria me 4 atletë të saj sportist pra të sporteve të bardha, siç quhen, është pjesëmarrëse. Nga ana tjetër kemi edhe një transmetim ekskluziv të këtyre lojrave olimpike nga Radio Televizioni Shqiptar, po ashtu edhe kemi edhe ekskluzivitetin e grupit mediatik të Kinës, i cili në transmetimet e drejtpërdrejta publike me teknologjinë e avancuar, me dron, me inteligjencë artificiale, i ka bërë këto lojra tepër të prekshme dhe tepër të arritshme tek publiku. I ftuari im sot për të folur rreth këtij eventi të rëndësishëm sportiv është Rinald Bregasi, kryeredaktor i RTS Sport. Përshëndetje Rinald. Përshëndetje Eda. Ju falenderoj shumë që e pranuat ftesën për të bashkëbiseduar për këtë event dhe ju kërkoj ndjes sepse e di që jeni në kulmin e punëve, duke qenë se Radio Televizioni Shqiptar bën transmetimin e drejt për drejt të këtyre lojrave. Ju falenderoj dhe kënaqësia është e gjitha imja. Patjetër që do ta gjenim kohën për një media simpatike si e juaja, të cilën e kam ndjekur dhe natyrisht e vlerësojmë, dhe për të thënë të vërtetën momenti është shumë impenjativ për arsye sepse bëhet fjalë për një transmetim të jashtëzakonshëm me orë të stërzgjatura, me disiplina të ndryshme, me kanale të ndryshme dhe nevojitet një planifikim jo vetëm fillestar, po dhe i përditshëm dhe menaxhim i përditshëm i situatës që kërkon goxha impenjim, por që besoj jemi duke dalë me sukses fal impenjimit të një stafi të përkushtuar në departamentin e sportit në Radio Televizionin Shqiptar. Dhe pikërisht këtu doja dhe të ndalesha në fakt, kemi, siç e përmenda pak më parë, thjesht si një titull, që kemi të bëjmë me Shqipërinë në përfaqësimin e saj të parë në këto lojra olimpike dhe ka shënuar një moment rëndësishëm edhe për sportin shqiptar në përgjithësi, për flamurin kuqezi, për të gjithë ata që jo vetëm në futboll apo në ndeshje të tjera e ngren lart, por në këtë rast kemi shpresa që këta sportistë siç është Lara Kolturi, Deni Xhepa, Semire Dauti dhe Liza Brunga, ata në fakt edhe para Olimpiadës kanë premtuar që do të marrin ndonjë medalje. Pavarësisht kësaj, ju si e vlerësoni përfaqësimin e Shqipërisë në këtë event rëndësishëm olimpik? Është padyshim një përfaqësim historik. Për herë të parë Shqipëria prezantohet me 4 sportistë në lojrat olimpike dimërore. Nuk është një gjë e vogël sepse bëhet fjalë për disiplina ku për hir të së vërtetës Shqipëria nuk është se ka një traditë të jashtëzakonshme për shkak edhe të infrastrukturës aktuale që nuk lejon praktikimin e këtyre sporteve në vendin tonë. Por fal një projekti disa vjeçar të Federatës Shqiptare të Skive në veçanti, që ka piketuar element të rëndësishëm dhe të rinj dhe premtues që jetojnë jashtë vendit dhe padyshim një yll në ngjitje të skive botërore si Lara Kolturi, Shqipëria premton një përfaqësim dinjitoz dhe natyrisht me Lara Kolturin që tani më mund t'i themi shqiptare, edhe pse është e natyralizuar, shpresojmë shumë që të kemi një medalje olimpike për herë të parë në sportet dimërore për Shqipërinë, që do të ishte vërtet një diçka e jashtëzakonshme në një event të tillë të përmasave globale dhe ku duhet thënë se mban sytë e gjithë bota. Në fakt, edhe në lojrat olimpike dimërore të Pekinit në 2022 kemi patur gjithashtu një mbulim mediatik. Kemi patur intervista me Deni Xhepën, i cili në atë kohë u bë edhe i njohur, po ashtu ishte në fakt edhe ai një shqiptar, por që italo-shqiptar përderisa jeton në Itali dhe kishte pritshmëri të shumta. Kemi realizuar në atë kohë edhe një intervistë me kryetarin e Komitetit Olimpik Shqiptar, zotin Fidel Ylli. Pra kanë kaluar
4 vjet ndërkohë dhe gjithashtu vëmë re ashtu siç e thatë edhe ju pak më parë që Federata Shqiptare e Sporteve Dimrore në këtë rast ka një impenjim të jashtëzakonshëm dhe megjithse në Shqipëri sportet dimrore për fat të keq ende nuk janë në atë nivel siç janë për shembull në fqinjët tanë, por gjithsesi kemi të bëjmë me disa emra që në fakt edhe media ndërkombëtare, media botërore i ka fokusuar. Kështu pash para disa ditësh një intervistë të Lara Koturit në BBC Sport. Po ashtu edhe shqiptarja Liza Brunga, e cila jeton në Kanada, por edhe ajo një emër mjaft i spikatur. Mendoni që ka shpresë që të arrin deri në medalje, megjithëse ky është një sport. Të vërtetën, ju sapo e përmendët, Deni Xhepa që ju e keni intervistuar 4 vjet më përpara, sot është 22 vjeç. Liza Brunga dhe Dauda janë 17 dhe 18 vjeç. Lara Kulturi është 19 vjeç. Pra bëhet fjalë për një brez të ri që me synimin e ka tek e ardhmja. Në lojrat olimpike dimrore aktuale, padyshim që shpresat janë të mëdha për medalje, për qenë realist te Lara Kulturi, që do duhet shumë impenjim, do duhet si në çdo sport edhe pak fat, sepse varet si në momentin kur ti garon dhe janë shumë faktorë të tjerë, kushtet atmosferike, gjendja e pistës, një sër detajesh. Dhe te Lara Kulturi është me disa herë në podin e Kupës së Botës në ski, e cila po transmetohet në radio-televizionin shqiptar për disa muajsh, ku ka arritur disa pozicionime të rëndësishme, duke bërë her pas here paraqitje më të mira dhe se marsjanja e kësaj kategorie Mikaela Schifrin, amerikania që është dominante absolute e skive alpine për momentin në slalom dhe slalom gjigant. Gjithsesi, sporti skive ka falë përkushtimit presidentit të Federatës Shqiptare të Skive Elvis Toçi dhe investimit të tij dhe me një pasion të jashtëzakonshëm ka arritur të mbledhë këtë grup dhe nuk po punohet vetëm për arritjet sportive. Vetë fakti që në radio-televizionin shqiptar në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Skive po transmeton Kupën e Botës së skive dhe tani transmeton dhe Olimpiadën dimrore, pasi radio-televizioni shqiptar mund ta quajmë pa frikë shtëpia e lojrave olimpike, sepse është ai që transmeton tradicionalisht olimpiadat që janë ajka e sportit me një përfaqësim të jashtëzakonshëm. Kujtojmë në Milano Cortina bëhet fjalë për 2900 atletë që do të garojnë në 16 disiplina të ndryshme, jepen 116 medalje, pra është një manifestim i jashtëzakonshëm i sportit. Dhe ky investim i cili ka nisur që para 4 vitesh, shpresojmë që Lara Kulturi sot të arrijë një medalje, për të thënë të vërtetën për sportistët e tjerë shpresat nuk janë aq të mëdha për një medalje, sepse është e lehtë bësh edhe një paraqikim, por e rëndësishme është që Shqipëria ka po nis të fitoj jo vetëm të vendos emrin e saj në hartën gjeografike të sporteve dimrore që më parë nuk ekzistonte, por edhe po ndërton një të ardhme, sepse këta atletë që garojnë aty, këto gara që transmetohen radio-televizionin shqiptar, çfarë shërbejnë? Shërbejnë për të rritur popularitetin edhe te publiku i thjeshtë, që bëhen tifoz pastaj të atletëve dhe në momentin që ti ke atlet të shtëpisë në një kompeticion, rritet shikueshmëria, rritet interesi, rritet përkushtimi, do të jemi me një brez skiatorësh të rinj nga 17 deri 22 vjeç, por ndërkohë në këto momente që po flasin janë shumë të rinj të tjerë, të cilët duke i ndjekur ata pse jo mundon, dua të bëhem edhe unë kështu. Do të bëhem është një mision shumë i madh se sa thjesht një përfaqësim dhe në një olimpiadë, është një shumë dimensional. Në punën tuaj sigurisht që shikoj dhe që keni një informacion mjaft të madh lidhur me këtë fushë, pavarësisht se RTS Sport mbulon të gjitha llojet e sporteve, por ju përgëzoj për këtë informacion që ne si gazetar dhe si transmetues të këtyre informacioneve na duhen, por do të doja të dija në gjykimin tuaj, kemi të rinj premtues, pavarësisht se sportet dimrore nuk kanë atë infrastrukturë që mund të kenë dhe do të duhet, por me sa duket, siç e thatë edhe ju, ishte me shumë rëndësi kjo që thatë që në shembullin e tyre ne kemi Alpet tona, ne kemi vende. Është duke u punuar aktualisht për ndërtimin e ekziston një pistë skish në Dardh dhe po punohet që ajo të bëhet profesioniste. Atletët tanë garojnë në gara ndërkombëtare dhe kjo është mjaft e rëndësishme dhe kanë edhe
këtë shikueshmëri që sapo e përmendëm dhe patjetër që po, sepse Shqipëria është një vend fantastik edhe me natyrën dhe kushtet që kemi, ju përmendët Alpet, patjetër kemi Korçën, janë vende që ofrojnë një mundësi shumë të madhe për praktikimin e këtyre disiplinave që për hir të së vërtetës nuk është thjesht sport, sepse bëhet fjalë për kulturë, për zgjerimin e një diapazoni sportiv. Natyrisht ne shqiptarët jemi të fokusuar kryesisht vetëm te futbolli, që është edhe marketing në televizion, sepse e ndjekim të gjithë. Është fokusuar edhe këtë e shohim. Por po të shohim vendet e tjera europiane dhe më gjerë, shohim që nuk mungojnë dhe këto disiplina. Shikojmë që ka basketbollin, janë skit alpine, është handbolli, është waterpolo, është volejbolli. Pra, kjo shërben për zgjerimin e kulturës sportive, po shërben edhe për kthimin e vendit një atraksion turistik, sepse çfarë ndodh? Duke u futur në këtë hartë, futemi në një sistem global të shikueshmërisë dhe të tërheqjes së Shqipërisë, që edhe në imazhin ndërkombëtar, nëse bëjmë një krahasim për shembull me turizmin në Shqipëri para 10 apo 15 vitesh, ishte pak e njohur Shqipëria dhe nuk përjetoni këtë fluks të turizmit, por sapo u njohën me Bregdetin, sapo u njohën me kushtet e shkëlqyera, kemi këtë bum të madh turistik dhe edhe skit, përveç aspektit sportiv, ofrojnë shumë më tepër, sepse sporti si gjithmonë jo vetëm bashkon, por edhe ofron shumë më tepër për zhvillimin. Gjithashtu edhe strategjia e qeverisë shqiptare për një turizëm gjithë vjetor, patjetër që në periudhën e dimrit, sepse Shqipëria nuk kapset njetë vetëm për turizmin veror edhe ku është një edim të gjithë, që është një dyndje në rastin konkret dyndje pozitive, por edhe ne kemi dhe shumë potencial për sa i përket turizmit dimror. Tani le të kthehemi tek puna juaj. Është me mjaft rëndësi që Radio Televizioni Shqiptar ka ekskluzivitetin, por dua të di që edhe ata që po na ndjekin të mësojnë se është shumë e lehtë të hapësh televizorin dhe të shikosh. Problemi është ju që qëndroni pas atij ekrani, si po punoni, si jeni përgatitur deri në pasqyrimin e këtij eventi kaq të rëndësishëm? Është me të vërtet një event i jashtëzakonshëm dhe që kërkon impenjim të madh, edhe për faktin se Olimpiada dimrore zhvillohet në një moment kur nuk është se ndërpriten aktivitetet e tjera sportive. Po sigurisht se ka dhe të tjera. Ndryshe nga Olimpiadat verore, kur ndalet gjithçka dhe zhvillohet Olimpiada verore, por ndërkohë unë mund t'ju kujtoj se në këtë periudhë ne transmetojmë shumë evente të tjera sportive, duke nisur nga një event me rëndësi jashtëzakonisht madhe si kampionati kombëtar i futbollit Abisnet Superiore kategori e parë, dhe në 17 ditë zhvillimit të Olimpiadës, në 8 prej këtyre ditëve kemi dhe transmetimet e kampionatit shqiptar të futbollit, që nuk është vetëm transmetim ndeshjesh, por është koment, është emisione dedikuara, edicione informative, vazhdon të transmetohet Euroliga Europiane e basketbollit, gjithashtu Europe dhe Conference League do të kemi, pra kërkon një organizim të fortë dhe impenjim të fortë, por fal edhe vizionit të drejtoreshës së përgjithshme Eni Vasili, të cilën e përshëndes, duke na dhënë mbështetjen e nevojshme dhe duke kuptuar gjithë situatat dhe duke dhënë pikat strategjike për zhvillimin dhe transmetimin e kësaj olimpiade. Besoj se jemi duke bërë një punë të mirë me transmetimin e garave që transmetohen në RTS Sport, në kanalin e dedikuar që nga ora 10 e mëngjesit deri në 11 të darkës, por jo vetëm, sepse gjithë platforma është në shërbim të olimpiadës. Do të gjeni aty të shtunën dhe të dielën garat më të spikatura dhe në kanalin e parë, RTS 1, gjithashtu në RTS 2 kemi një përmbledhje redaksionale në RTS 24, ku shërbejnë përveç lajmeve kryesore ditës dhe një seksion i dedikuar për olimpiadën me zhvillimet kryesore, kuriozitete, histori frymëzuese, profile atletësh dhe gjithashtu do të keni përmbledhje ditore në oraret e darkës dhe të mëngjesit për të përjetuar në pak momente ato që mund të keni humbur gjatë ditës. Pra besoj se jemi duke bërë një transmetim të denjë për t'i ofruar publikut shqiptar më të mirën e këtyre lojrave, dhe patjetër këtu duhet të falenderoj dhe gjithë stafin e departamentit të RTS Sport, që në këtë ark kohor është duke bërë një punë të jashtëzakonshme dhe me përkushtim, dhe pse janë djemë dhe vajza të jashtëzakonshëm. Dhe ndërkohë ju edhe si ekspert sigurisht i kësaj fushe të sporteve në përgjithësi dhe nga përvoja juaj, si mendoni në këto olimpiadë cilat do të ishin kandidate për trofete mëdha?
Po, kandidat janë shumë në sportet veçanta, gjithsesi ekipet mund të flas më tepër për ekipet, sepse që ato që dominojnë, natyrisht në sportet dimrore Norvegjia është një super fuqi, po ashtu Gjermania në disa disiplina të ndryshme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës që prezantohen me një delegacion më të madhin dhe 293 atletë dhe kanë hyje në disiplina të ndryshme, por po ashtu edhe Hollanda, Italia që është vendi organizator dhe që shpreson të shkëlqejnë këto lojra jo vetëm me organizim dhe me moment dhe me dhënien e nuancave italiane të këtij eventi, dhe padyshim edhe Kina që është një fuqi në rritje në sportet dimrore dhe kanë fiksuar në Olimpiadën e fundit që në skit akrobatike ka një vajzë të jashtëzakonshme, Ilen Gu, e cila synon të thyej një nga rekordet, është e para që në Olimpiadën e Pekinit fitoi 3 medalje në 3 disiplina të ndryshme në skit akrobatike dhe mund ta përsërisë këtë dhe në këto lojra duke bërë historinë olimpike edhe në këtë disiplinë. Edhe Kina në fakt në këtë Olimpiadë ka ekipin më të madh të prezantuar ndonjëherë në lojrat olimpike dimrore dhe meqense arritëm këtu një nga siç e përmenda edhe më parë, ju jeni në transmetim ekskluziv për publikun shqiptar kudo ku ndodhet RTS Sport, Radio Televizioni Shqiptar, por nga ana tjetër risia e këtyre lojrave për sa i përket teknologjisë, transmetimit, inteligjencës artificiale është grupi mediatik i Kinës, i cili tashmë duke filluar që nga vera e vitit të kaluar, ka filluar punën për transmetimet në lojrat olimpike në sinjalin publik ndërkombëtar 8K, të cilat do të ofrojnë këtë sinjal edhe për ceremoninë e hapjes të mbylljes, përveç prodhimit sinjalit ndërkombëtar për patinazhin artistik, nga ana tjetër në bazë të atyre të dhënave që kam marrë mjaft me interes që për herë të parë në këto lojra do të bëhen, shënojnë edhe një kthes të rëndësishme teknologjike se si publiku do t'i ndjek garat, se fal dronëve, fal inteligjencës artificiale, garat do të shikohen shumë nga afër, jo siç është bërë transmetimi deri tani. Chatbot të fuqizuar nga inteligjenca artificiale për rrjetet sociale e të tjera. Juve çfarë kishit për thënë për këtë? Natyrisht është një prodhim i jashtëzakonshëm dhe është një fakt interesant që Kina përfshihet si pjesë integrale e këtij prodhimi të sinjalit dhe është një punë e jashtëzakonshme jo vetëm e grupit mediatik kinez, por të gjithë aktorëve që janë duke organizuar, sepse nga përvojat që kam edhe në evente shumë më të vogla krahasuar me këtë, di se çfarë do të thotë që duhet të organizohesh në detaje minimaliste që gjithçka të shkojë perfekt, por theksi i sportit për të rikthyer aty ku e përmendet, po shkonte digitalizimi dhe teknologjia, pra po një binomi jashtëzakonshëm për të patur sukses dhe për t'i ofruar publikut më të mirën detaje që nuk kanë mundur t'i kapin më përpara, një pastërti imazhi dhe një afërsi imazhi të jashtëzakonshme dhe këtu pastaj është e ardhmja që drejt saj po shkon sporti për t'i ofruar publikut gjithmonë më të mirë. Në këto lloj sportesh, në këto disiplina që bëhen në natyrë dhe bëhen në distanca super të mëdha, siç janë slalomet apo slalomet gjigante. Janë biatlonet, janë garat e gjata. I kemi parë në fakt në një distancë, por përdorimi i teknologjisë avancuar, i dronëve, të bën që ti shikosh shumë nga afër dhe ta ndjesh akoma më tepër emocionin. Të ndjesh siguri aty. Për të ardhur në fund, sa interesim ka teleshikuesi shqiptar për këto lojra olimpike, nëse ju shikoni dhe matni audiencën tuaj si RTS Sport? Interesimi është i madh, ne kemi një feedback të jashtëzakonshëm për publikun që arrin dhe shijon disiplina, e përjeton jo vetëm si një pasion sportiv, por edhe një freskiti, një produkti që i jepet në larminë e temave të ndryshme për cilat mendoj unë personalisht publiku është i mbingarkuar, si politika, kronika e zezë e të tjera, dhe duke përjetuar emocione të disiplinave që ndoshta nuk i kanë ndjekur më përpara, që ngjallin kuriozitet, që ofrojnë një interval qetësie, freskie, por edhe emocioni dhe pasioni, dhe kjo është ajo që na shtyn të impenjohemi edhe më tepër duke parë të
pritje me interes të publikut që besoj është duke marrë më të mirën dhe gjithmonë në ekranin e RTS, i cili është i vetmi që i ofron publikut shqiptar falas pa pagesë evente të rëndësishme ndërkombëtare dhe kombëtare. Rinaldo, ju falenderoj shumë për të gjitha informacionet, opinionet që ndam së bashku dhe gjej rastin që t'ju uroj juve punë të mbar dhe sukses në këtë sipërmarrje të radhës, sepse Radio Televizioni Shqiptar ka historinë e vet të madhe, ka mbulimin mediatik, por gjithashtu ka edhe një publik i cili e do fort që prej krijimit të tij dhe e ndjek dhe në këto gara. Unë ju uroj juve sukses, por na takon të themi sukses edhe përfaqësuesve të Shqipërisë në këto lojra. Ju falenderoj dhe ishte vërtet një intervistë e këndshme. Faleminderit. Të dashur miq, këtu përfundojmë analizë për sot. Në qendër të saj ishin lojrat olimpike dimrore Milano Cortina 2026 me të ftuar kryeredaktorin e RTS Sport pranë Radio Televizionit Shqiptar Rinald Bregasi. Ju urojmë të gjithë sportistëve pjesëmarrës që të kenë suksese dhe ju falenderoj dhe ju që na ndoqët. Miru takofshim.